Pas 24 orësh frike për më të keqen, armëpushimi në Gaza është rikthyer në fuqi, edhe pse ushtria izraelite kreu një sulm të ri ajror dje në rripin verior për t'u kundërvënë një kërcënimi të menjëhershëm. Izraeli riktheu luftimet pas bastisjeve të fuqishme dhe të menjëhershme të së martës së zezë, të urdhëruara nga qeveria e Benjamin Netanyahut, duke shënuar ditën më të përgjakshme që nga 10 tetori të ata kur plani i paqes hyri në fuqi. Sipas burimeve të Hamas, të paverifikuara nga burimet izraelite, mbi 100 palestinezë kanë vdekur, përfshirë 52 fëmijë, raporte që OKB i quan të tmerrshme. Izraelitët raportojnë se rreth 30 nga komandatët e grupit terrorist janë vrarë si një kundërpërgjigje për vrasjen e rezervistit Yona Efraim Feldbaum, 37 vjeç, i cili u qellua nga një snajper palestinez gjatë një pritje në zonën e Rafah në rripin jugor. Izraeli e konsideroi vrasjen e reshterit major një shkelje të marrëveshjeve, së bashku me organizimin nga Hamasi të rikthimit të trupit të njërit prej 13 pengjeve të vdekur dhe vonesën në kthimin e trupave të gjithë të rrëmbyer. Megjithatë, për Donald Trump, armëpushimi në Gaza nuk është në rrezik. Presidenti amerikan, promovuesi i planit të paqes për cilin ai pretendon se po hyn në fazën e tij të dytë, beson se është e drejtë që Izraeli të përgjigjet çdo sulmi, por shpjegon se asgjë nuk do ta rrezikojë ndalimin e luftimeve, me një kusht që Hamasi të sillet siç duhet. Nëse nuk e bën, do të shfarroset, e ndërpret shkurt udhëheqësi amerikan, pavarësisht se kongresmenja republikane Marjorie Taylor Greene shprehu tmerrin e saj për vrasjen e fëmijëve palestinez dhe foli për krime lufte izraelite në X. Shtetet e Bashkuara janë të vetëdijshme se rruga drejt paqes në Gaza do të jetë mbushur me ditë si e marta, me sulme dhe reagime të mundshme. Por Shtëpia e Bardhë mbetet e bindur se procesi do të vazhdojë nëse Hamasi respekton marrëveshjet e tij dhe në këtë pikë, bashkëbiseduesi kryesor me grupin terrorist Katari po flet hapur. Kryeministri Mohamed Al-Thani pranon shkeljen palestineze, por shpjegon se gjëja më e rëndësishme është të sigurohet që marrëveshja të mos shembet, shkruan Il Giornale. Al-Thani shpjegon se ndërmjetësit po bëjnë presion mbi Hamasin dhe fraksionet palestineze që të njohin nevojën për t'u çarmatosur. Kryeministri gjithashtu shfrytëzoi rastin për drejtuar gishtin nga Izraeli, i cili torturon dhe keq trajton të burgosurit palestinez si Marwan Barghouti, Mandela e Palestinës, lirimin e të cilit ai po kërkon, siç bëjnë edhe ish udhëheqës ndërkombëtar, përfshirë ish presidenten irlandeze Mary Robinson dhe ish presidentin kolumbian Manuel Santos, fituesi të çmimit Nobel për paqen në vitin 2016. Komentet e Al-Thanit erdhën menjëherë pas atyre të ministrit izraelit Katz, i cili njoftoi një ndalim për kryqin e kuq që të vizitojë të burgosurit palestinez sipas ligjit të luftrave të palikshme. Lejimi i vizitave, argumentoi ai, do të dëmtonte seriozisht sigurinë shtetërore. Sulmet e së martës ka rritur sërish tensionet, jo vetëm midis Hamasit dhe Izraelit, por edhe brenda Izraelit. Ministri i Mbrojtjes Israel Katz paralajmëroi se udhëheqësit e grupit terrorist nuk do të gëzojnë asnjë imunitet dhe kjo vlen si për ata që veshin kostume elegante, ashtu edhe për ata që fshihen në tunele. Por ishte ministri i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir, i cili gjithmonë ka kundërshtuar marrëveshjen e armëpushimit, i cili u drejtua Netanyahu duke akuzuar kryeministrin për dobësi, duke kritikuar reagimin e tij të matur pas sulmit dhe duke paralajmëruar se nëse qeveria do të mjaftojë me deklarata sipërfaqësore fitoreje pa eliminuar lëvizjen islamiste, ajo nuk do të kishte më të drejtë ekzistonte.